Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në fshatin Mamaj në Tepelen ditën e djeshme, ku 2 persona kanë mbetur të plagosur si pasojë e shpërthimit të një lënde plasëse. Një ngjarje e rëndë u regjistrua në fshatin Mamaj në Tepelen, ku 2 persona mbetën të plagosur si pasojë e shpërthimit të një lënde plasëse. 2 të rinj, Giulio Salaj dhe Elisian Sheu, mbetën të plagosur nga shpërthimi aksidentali një lënde plasëse. Ngjarja ndodhi rreth orës 13:40 në kasollën që gjendej pranë banesës së 28 vjeçare Giulio Salaj në fshatin Mamaj. Salaj bashkë me shokun e tij 36 vjeçare Elisian Sheu kanë hyrë në kasollë dhe në rrethana të paqarta kanë rënë në kontakt me lëndën plasëse. Të plagosurit janë transportuar në spitalin e traumës, ku sipas burimeve 28 vjeçare ndodhet aktualisht në monitorimin e stafit mjekësor dhe është në gjendje stabil, ndërsa ka marrë plagë të shumta në fytyrë dhe në gjymtyr. Ndërkohë 34 vjeçari Elisian Sheu ndodhet në gjendje më të stabilizuar. Grupi hetimor po punon për përcaktimin e llojit të lëndës plasëse dhe zbardhjen e rrethanave dokumentimin ligjor të këtij rasti të rëndë. Ndërkaq, të shtënat me armëzjarje kanë tronditur qytetin e Memaliajt, duke lënë pas një viktim dhe një të plagosur. Burimet bën me dije se si pasojë të shtënave ka humbur jetën një 30 vjeçar. Të shtënat me armëzjarje tronditën mbrëmjen e djeshme në qytetin e Memaliajt, ku bëhet me dije se si pasojë të shtënave humbi jetën një 30 vjeçar. Endri Goxhaj, ndërsa mësohet se ngjarja ka ndodhur pas një sherri mes 2 personave, e cili ka nisur si një agresion dhe përplasje fizike dhe më pas ka degeneruar me shkrirjen e armës së zjarrit nga një agresor 29 vjeçar. Endri Goxha mbeti i vdekur në vend pas të shtënave, ndërsa është plagosur me armë zjarri edhe vëllai i autorit në rrethana ende të paqarta. 25 vjeçari u transportua menjëherë në spitalin e Gjirokastrës në gjendje kritike për jetën, ndërsa mësohet se ka patur një ndërhyrje kirurgjikale, pasi ai ka marrë 4 plumba, 2 në mushkëri, 1 në bark dhe 1 në shprekt. Krimi ka ndodhur përpara një lokali në qendër të Memaliajt, ndërsa policia shkoi menjëherë në vendin e ngjarjes dhe u vënë në ndjekjet e autorit, i cili pas vrasjes është larguar në drejtim të paditur. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe dokumentimin e krimit. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Pas një dekade luhatjesh dhe një stabilizimi, Shqipëria po dëshmon një rritje shqetësuese të rasteve të reja me HIV. Sipas dhënave më të fundit nga Instituti i Shëndetit Publik, viti 2025 ka shënuar 125 raste të reja deri në muajin tetor, duke sinjalizuar një rikthim në nivelet më të larta të regjistruara që nga viti 2016. Që nga viti 1993, numri total i personave të prekur në vend ka arritur në një total prej 1973 personash. Studimi i Institutit të Shëndetit Publik tregon se infektivi me HIV mbetet kryesisht një fenomen i përqendruar në qendrat e mëdha urbane, aty ku lëvizshmëria e popullsisë dhe densiteti janë më të larta. Pothuajse gjysma e të gjitha rasteve në vend banojnë në kryeqytet. Ky përqendrim lidhet me mundësitë më të mëdha për testim, por edhe me stilin e jetës urbane. Pas Tiranës vjen Durrësi me 7.8% të rasteve, Elbasani me 7.1%, Shkodra me 4.5% dhe Vlora me 3.4%, ku ndjekin listën qytete si Lushnja, Fieri, Korça, Gjirokastra dhe Saranda, që luhaten midis 2% apo 3%. Ekspertët vërejnë se ndonse numrat janë më të ulët në rrethe, kjo mund të sjellë edhe një përqendrim të sëmundjes. Profili i të prekurve. Studimi konfirmon se HIV po prek kryesisht moshën më aktive dhe produktive të shoqërisë. Raporti gjinor mbetet i lartë, me 3.5 meshkuj për çdo një femër të diagnostikuar. Incidenca kulmon në grup moshën 25 deri në 29 vjeç, me 24 raste për 100.000 banor. Kjo tregon një ekspozim të lartë të rinjve ndaj sjelljeve me rrezikshmëri. Ndryshe nga meshkujt, tek femrat rreziku shfaqet më i lartë në moshë më të pjekur, konkretisht në grup moshën 40 deri në 49 vjeç. Studimi gjeti se rruga kryesore për hapjes në Shqipëri nuk është përdorimi i drogave me injektim, por marrëdhëniet seksuale të pambrojtura. Gjithashtu, transmetimi heteroseksual betet rruga dominuese, duke arritur në 87% të rasteve vetëm për vitin 2025. Problem i madh mbetet diagnostikimi i vonshëm. Një nga sfidat më kritike të sistemit shëndetësor shqiptar është diagnoza e vonë e ISHP-s. Në vitin 2025, 34% e rasteve të reja u zbuluan kur pacienti ishte tashmë në
stadin AIDS. Kjo ndodh sepse individët paraqiten në spital vetëm kur shfaqin simptoma të rënda, duke humbur mundësinë për të nisur trajtimin antiretroviral në kohë, i cili do t'i siguronte një jetë normale dhe do t'i parandalonte përhapjen e mëtejshme. Deri në fund të tetorit 2025, sipas ISHP, janë kryer rreth 60.000 testime në shkallë vendi, megjithatë shumica e tyre 59.3% vinë si referime mjekësore dhe jo si dëshirë vullnetare e individit. Ekspertët e ISHP-s bëjnë thirrje se njohja e statusit nuk është vetëm për mbrojtje për veten, por edhe një akt përgjegjësie ndaj shoqërisë, pasi testimi i hershëm shpëton jetë dhe përhapjen e mundshme. Çmimet e larta të karburanteve villojnë të rëndojnë xhepat e qytetarëve shqiptar, por fituesi më i madh nga kjo situatë duket se është vetë qeveria shqiptare. Sistemi unik dhe ndërlikuar i taksimit në Shqipëri bën që shteti të argëtojë shumë më rament se parash, duke bërë vendin një rast unikal në Europë dhe më gjerë. Pavarësisht çmimeve stratosferike, shqiptarët jo vetëm që nuk heqin dorë nga blerja e naftës apo importi i makinave, sidomos atyre me naftë, duke shënuar një rritje rekord përgjatë këtyre muajve. Ky fenomen ndodh ndërkohë që sistemi fiskal shqiptar aplikon një skemë të veçantë ku tatimi mbi vlerën e shtuar TVSH aplikohet me një sër taksash të tjera, përfshirë aksizën dhe taksën e karbonit. Kjo e fundit ka pësuar një rritje drastike nga 7 lek në 27 lek për litër, duke gjeneruar 250 milionë euro të ardha vjetore, destinacionit të cilave mbet aty pa qartë. Vetëm nga rritja e fundit e çmimeve, llogaritet se qeveria ka përfituar rreth 11 milionë euro shtesë në harkun e një muaji. Ky sistem taksimi e bën Shqipërinë jo konkurruese me vendet e rajonit. Skema e taksimit përmban dhe anomali të tjera, siç është aplikimi i taksës së qarkullimit për peshkatarët të cilët nuk e përdorin rrugën, apo taksimi i dyfisht i qarkullimit që paguhet si në çmimin e naftës, ashtu edhe përgjatë kontrollit teknik të mjeteve. Gjermania, nëse do të merret për krahasim, ka bërë një gjë të veçantë. I ka shtuar konsumatorëve gjerman 1.6 miliard euro, të cilat i kishte përfitim nga rritja e çmimit, dhe ka patur një merak të madh ministri përkatës në Gjermani, që ka thënë se para se të kemi dedikuar për konsumatorin, duhet ta ruajmë që mos të shkojë te pikat e karburantit, mos shkojë tek biznesi i karburanteve, por të shkojë tek konsumatori, duke gjetur mekanizma për të ulur çmimin në tabel dhe për të ruajtur shumë popullsinë gjermane. Megjithatë, një gjë e tillë nuk funksionon në Shqipëri prej kohësh. Paratë që paguajnë shqiptarët janë 11 milionë euro të paktën për një muaj dhe janë një shumë e konsiderueshme në rast të tillë krizash botërore. Policia e Shtetit dhe Inspektorati i Përgjithshëm ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për sa i përket ndërtimeve pa leje. Fokusi është koordinimi, përgoditjen e ndërtimeve pa leje, krimeve mjedisore, punës së paligjshme dhe shkeljeve në tregun e punës, si dhe për rritjen e sigurisë ushqimore, barnave dhe pajisjeve mjekësore. Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, dhe krye-inspektori i Përgjithshëm, Dashnor Sula, thanë se kjo marrëveshje përfaqëson një angazhim të përbashkët për forcimin e kapaciteteve institucionale. Do të jemi këtu për të formalizuar një akt marrëveshje që kemi me krye-inspektorin dhe me të gjithë inspektoriatet e tjerë, por kjo nuk është thjesht një marrëveshje në letër, por është një fryt i bashkëpunimit ton dhe i shprehjes së vullnetit ton për luftimin e të gjithë fenomeneve për sa u përket inspektoriateve, që nga ndërtimet pa leje, që nga shërbimet e AKU-s që duhet të ofrohen, edhe deri te inspektoriati pyllor apo dhe më tej. Kështu që në këtë vazhd, bashkëpunimi midis nesh dhe krye-inspektorit dhe gjithë inspektoriateve do jetë në nivel qendror dhe në nivel lokal, dhe bashkëpunimi për kraja nuk do mungoj në asnjë moment dhe asnjëherë. Ky është një moment i veçantë sepse ne të gjithë institucionet në Republikën e Shqipërisë jemi rreth, po themi, kushtetues të Republikës së Shqipërisë dhe të ligjeve sektoriale, të ligjeve të cilët kemi në funksionimin e përditshëm në vendin tonë. Por ka shumë rëndësi që organet të cilët janë në zbatim të ligjit në Republikën e Shqipërisë të kenë ndërveprim dhe bashkëpunim të ngushtë, të përditshëm për në përmbushjen e detyrave, sepse qëllimi i vetëm është në zbatim të ligjit dhe në sigurinë dhe në mbrojtjen e qytetarëve. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.